Përse nuk është martuar ende me Georginan, flet për herë të parë Ronaldo. Cristiano Ronaldo ka adresuar spekullimet mbi martesën me partneren e tij prej vitesh, Georgina Rodriguez. Dyshja janë në një lidhje që nga viti 2016 dhe kanë ndërtuar një familje të madhe së bashku, por ende nuk kanë zyrtarizuar bashkimin e tyre. Në dokumentarin e Netflix I Am Georgina, Ronaldo theksoi se martesa është një vendim i përbashkët, mund të ndodhë brenda një viti, në 6 muaj ose në 1 muaj. Jam 1000 i sigurt se do të ndodhë ndërkohë. Georgina ka treguar se miqtë e saj shpesh bëjnë shaka me këngën e Jennifer Lopez, The Ring, duke pyetur kur do të vi unaza e shumë pritur. Spekullimet u shtuan edhe më shumë kur gjatë një fjalimi në Globe Soccer Awards, Ronaldo ju referua Georginës si gruaja ime, duke ngritur dyshime për një martesë sekrete. Së bashku ata kanë 2 vajza biologjike, Alana Martina dhe Bella Esmeralda, ndërsa Georgina është gjithashtu njërka e përkushtuar për 3 fëmijët e tjerë të Ronaldos, Cristiano Junior dhe binjakët Eva dhe Matteo. Raportet sugjerojnë se ajo është regjistruar ligjërisht si nëna e të 5 fëmijëve, duke rritur pritshmëritë se çifti do të kurorëzojnë dashurinë e tyre shumë shpejt.